Qendra kombëtare për menaxhim kufitar konfirmon përhyrjen në fuqi të sistemit të ri Entry-Exit në datën 12 tetor 2025. Ky sistem digjitale do të regjistrojë automatikisht hyrjen dhe daljen në zonën e BE-s për të gjithë shtetasit jo BE, duke eliminuar nevojën për vulën e pasaportë dhe duke përdorur teknologjinë për të regjistruar të dhënat biometrike. Njoftim me rëndësi nga Policia e Kosovës lidhur me rregullat e reja në hyrje-dalje në BE prej datës 12 tetor 2025. Udhëtar drejt Evropës, kujdes! Nga 12 tetor 2025 hyn në fuqi Entry-Exit System, një sistem i ri digjital për regjistrimin e hyrjes dhe daljes në zonën e BE-s. Vlen për të gjithë shtetasit jo BE që udhtojnë drejt Evropës. Nuk ka më vulën e pasaportë, gjithçka digjitale. Regjistrohen automatikisht hyrjet dhe daljet, gjurmët e gishtrërinjve dhe fotografia.